sa i përket arritjes së një marrëveshje. Negociatat për zgjedhjen e presidentit po hynë në një fazë të re, teksa palët po afrohen momenti vendimtar. Vetëvendosja dhe LDK-ja pritet të ulen sërish në tavolinën e bisedimeve, këtë herë përballë emrave konkret për kreun e shtetit. Ministri në detyri punëve të jashtme Glaukon Jufca ka konfirmuar se LVV-ja tashmë ka përcaktuar emrat e kandidatëve për president, por ka refuzuar t'i bëjë publik për momentin. Pasi publikimit tyre para takimit me LDK-n, do t'ja humbte kuptimin procesit të negociatave mes dy partive. Lëvizja vetëvendosje unë vetëm po them që është gati. Kryeministri Kurti është gati. Emrat I kemi, po nuk mund t'i ndoj këtu me juve. Më vjen keq sepse pastaj do ta humbte kuptimin pastaj procesi negocimit. Sinjale pozitive kanë ardhur edhe nga LDK-ja. Deputeti kësaj partie Uk Rugova ka deklaruar se shumë shpejt pritet të arrihet pajtimi për një emër konsensual për presidentin e ri të Kosovës. Besoj që shpejt do të kemi një emër të një presidentit konsensual. Uroj që të jetë gjatë kësaj jave, ashtu që tha dhe kongresmeni Diogordi, dhe besoj që si popull kemi mjaft emrat përgatitur për të qenë president. Nga ana tjetër, analisti politik Gjaved Drenori ka thënë se LVV-ja pritet të bëjë lëshime dhe ta pranojë ofertën e LDK-s që presidenti I ri I Kosovës jetë nga rallat e këtij subjekti politik. Pra, tani jemi në një fazë kur vetëvendosja me gjasë do të bëjë lëshimin e madh që të pranojë një ofertë nga Lidhja Demokratike që kandidati për president tjetë nga ai subjekt politik, por jo me një peshë ose të themi fuqi politike aktuale. Ndërkohë analisti politik Mentor Shala ka deklaruar se këto dy parti nuk kanë ende emra konkret për këtë pozitë. Spekulime, po mendoj që ata ende nuk kanë emra, po përfliten emra, sot e poshtë edhe që William Walker, ish ambasadori I SBA-s në Kosovë, ka propozuar Faton Bislimin, po unë mendoj që kjo është veç një dëshirë e tij, për shkak se ai njihet me të atje, edhe nuk mendoj që është diskutuar në LDK emri I tij. Ndoshta për një grupi të caktuar të LDK-s, po jo prej gjithë LDK-s. Tu I pas parasysh edhe qëndrimet e tij në raport me udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në prapasken presioni politik po rritet, edhe për shkak të krizës së zgjatur institucionale, derisa ende nuk është bërë I ditur se kur do të zhvillohet takimi I radhës mes Albin Kurçit dhe Lumir Abdixhikut, I cili mund të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshjeje rreth zgjedhjes së presidentit të ri dhe tejkalimin e ngërçit politik.